Komiteti për Politikë dhe Financa i Kuvendit Komunal të Ferizajt edhe njëherë ja procedoi Kuvendit planin zhvillimor komunal, për shkak se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e ktheu në rishqyrtim atë. Sipas udhëheqësve të komunës së Ferizajt, Ministria nuk ka paraqitur asnjë vërejtje në përmbajtje të këtij plani, mirëpo është presioni disa individëve që sipas tyre kanë ndikuar në këtë vendim të MAPL-s. Absolutisht nuk e ka asnjë vërejtje në përmbajtjen e planit zhvillimor komunal. Se ka asnjë vërejtje. E ka një vërejtje që se din as vetë pse e ka, por kjo është vetëm arsyetim nga ata. Përndryshe e vërteta është nga presionet dhe interesat që janë shku nga 2-3 individ nga komuna e Ferizajt, e që kanë bën presion tek sekretari permanent i ministrisë. Ministria nuk e ka meratu vendimin e Kuvendit për ta nxjerrë në diskutim publik planin zhvillimor komunal. Pse nxjerrët në diskutim publik? Thjesht për të përmirësuar nëse ka vërejtje. Kur gjë tjetër. Antarët e këtij komiteti nga opozita kërkuan që ky proces të shkojë sipas ligjit. Po interesi i përgjithshëm i joni është ta zhvillojmë dhe të kemi dokumente valide për këtë komunë. Nuk ka justifikim që Kuvendi i Komunës ose Komuna e Ferizajt mos të ketë plan zhvillimor të validshëm. Afati i saj ka skadu dhe na të prolongojmë duke u shtyrë, duke mos pasur mundësi për të përshtypur një vendim të drejtë, një votimi të drejtë të Kuvendit Komunës ose të antarët Kuvendit. Prandaj kërkoj që të jem ekspeditiv në përpilimin e vendimit, se nga kjo jo përgjithshmëri kemi orë në situatë që nxjerrmi tash edhe dilema tjera. Diçka tjetër që nga në kryetari, unë nuk mendoj që institucionet e shtetit, qeveria e shtetit bie prej presionit qytetar. Nëse ka puna në çat drejtë që shteti merron presion të qytetarëve, atëherë vaj halli për neve si shoqëri. Këtë këto kur ti marrë për bazë natyrisht është mirë se na jemi mos keq kuptohemi, jemi për zhvillimin e komunës dhe çdo dokument që pastaj i hap rrugë zhvillimit të tij, për procedimin në këtë formë pastaj me ngoti, me pasqarime etj etj, neve njëherë ripërsëris ban pak me heziton. Komiteti për Politikë dhe Financa miratoi edhe propozim vendimin për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të parcelës, e cila ndodhet tek shkolla fillore te Vikçanga. Opozita votoi kundër këtij propozimi, duke kërkuar që të merren parasysh ankesat e banorëve të atyre ndërtesave, të cilët janë shprehur kundër këtij procesi. Është i vetmi material i cili nuk është i nënshum prej kryetarit. E dyta, drejtori mund të dhon informacione më shumë, a është biseduar me ata banorë që janë në atë ndërtesë, a ka një pajtim të tillë, edhe pse ata kanë ankesa apo kanë shqetësime që mënyra e procedimit së pikë është dashur me shku përmes ligjit për partneritetin publik-privat dhe jo përmes këtij ligji për dhënien të tokën në shfrytëzim. Banorët e atyre ndërtesave janë kundër dhënies në këtë formë të kësaj parcele, e që në falë gratën e diçka. Tash ti marrë për bazë çto, mungesën e transparencës lidhur me to, sepse vetë dhënia është praktikuar në komunën e Ferizajt, dhënia për në shfrytëzim për 99 vjet të tjerë, pastaj haq se ku i di na çka bëhet mas 99 vjet. Na natyrisht kërkojmë më shumë informacione në komendën në sansën e ashtë në Kuvendit. Mirë po kryesuesi i Kuvendit Komunal Faruguri nuk i njoftoi antarët e komitetit se banorët e atyre ndërtesave kanë kërkuar nga pushteti që këtë pikë ta heq nga rendi ditës së Komitetit për Politikë e Financa. Unë dola për të marrë një kërkesë këtu, me kërkesë të antarëve të komitetit, edhe kur kam shku aty, veç pika e rendi ditës ka qenë e përfundume. Edhe unë kam qitë në votim. Po unë po ju them për informacion. Kërkesën e kam marrë dhe kam bisedu me ekzekutivin dhe ekzekutivi më ka thënë që pika është me rregull. Do të thotë ekzekutivi e merr për boll, e merr për borë
që ta arsyetoj këtë pikë të renditës. Komiteti për Politikë dhe Financa i Kuvendit Komunal të Ferizajt, ndër të tjera diskutoi edhe për propozim vendimin për dhënien në shfrytëzim të disa pronave komunale, si dhe për dhënien në partneritet publiko-privat për stacionin e autobusëve.